mendësia e vjetër, në fundit. Thjesht emrin e ta të ri, mentaliteti ndoshta ka pak mbrapsht për momentin sepse më duket një pushtet i egzageruar që është në dorë, por njerëzit janë po ata që kanë qenë gjithmonë. Dhe ja ku e keni kolegun tuaj Artan Hoxha që janë marrë telefonat jo një herë, por disa herë dhe kjo ka qenë e zakonshme. Kjo metodë. Kjo metodë tash u kritikua deri nga gjykata kushtetuese u vendosi standard që kjo nuk do bëhet më. Në fakt mund t'ju duket humor, por këtë ma thonë këta të marketingut dhe e vërtetojmë, biznesi që po hecet më shumë sot në Tiranë është biznesit i celularëve. Çdo javë administrata blen celular të ri. Ndryshon telefonat. Ndryshon se është forma... Mendimi të kazë kushtetuese. Prapë Zamir Mane fiton. Prapë Neptuni që të bëjë reklamë. Por prapë oligarkët fitojnë. Vezaj, pati ndërhyrje the jo nuk mund të rikthehet më qynos. Në fakt, unë mendoj duke respektu të gjithë mendimet juridike dhe interpretimet që tha Dori, gjithashtu duke falenderuar edhe për iniciativën dhe durimin që tregoi për çështjen e qynës. Unë mendoj që dhe me atë modestin time të njohurisë për gazetarisë, në raste të tilla vetëm kur burimi i informacioni rrezikon jetën apo sjell diçka në rrezik dikujt të tjetër, më falë, dëgjoj prapë zërin tëmë. Shikoni pak regjia audio. Më dëgjon tani? Po, unë dëgjoj. Ideja mendoj unë që në rastet kur gazetarit ose burimi i informacionit rrezikohet për shkak të mundësisë ose për shkak të informacionit që disponon, rrezikohet jeta e dikujt apo në rastet ekstreme, unë mendoj që atëherë gjykata ndoshta ka të drejtë apo kur i rrezikohet informacion shumë i rrezikshëm që dalë në opinionin publik për shkak se ka sjell pasoja apo ku e diun se çfarë, ndoshta gjithmonë atëherë mund të kërkohet burimi i informacionit se kush e nxorri apo nga e nxorri një gazetar. Kemi rastet precedente pafundësisht. Mos harrojmë historinë klasike të Watergate-it, edhe sot e kësaj dite nuk dihet se kush ishte burimi i informacionit që i nxorri informacionet dhe në asnjë rast gjykata nuk luftoi që të arrestonte gazetarët apo të kërkonte burimin e informacionit. Mjafton fakti të provohet që Elton Qyno apo gazetari ka thënë fakte. Mbi këtë fakt edhe vetë Spaku ose prokuria e Spakut nuk kishte asnjëherë ankesa për vërtetësinë atyre se çfarë kishte thënë Eltoni. Spaku gjithmonë pretendonte që të gjente burimin e informacionit dhe ajo ishte gafa, po themi budalliku më i madh që bën ata vetë me njoftime për shtyp, se tha ne mbajtëm Elton Qynën për 10 orë dhe i bëm gjithçka kontroll banese, sekuestrim, terrorizuan familjen, vetëm për të gjetur burimin e informacionit. Pra ata në një farë mënyrë ja than vetës një gjë tillë, por unë mendoj që nuk ka qenë synimi burimi i informacionit. Për mendimin tim ka qenë mbyllja e gojës Elton Qynës, për shkak se i ndorri bllok në disa raste dëshmitarin e penduar që prokuria e Spakut mburrë tashmë për Nureddin Dumanin, duke qenë se Elton Qynë po publikonte fakte të cilat e nxirrnin gënjeshtar Dumanin të paktën në 2 raste, me ato se çfarë thoshte në prokuri si dëshmi e tij dhe në çfarë kishte thënë realisht në biseda në Sky. Ti po thua se Spakut Vezaj, ti po thua se Spakut ju duhet një Duman gënjeshtar, plas ai i penduar, i kriminali. Unë mendoj që Elton Qyno në shkrimet publike që bëri në ato ditë për cilat edhe u bëi gjithë ky sulmi, diku rreth 497 ditë përpara mos gabohem, u bë për shkak se Elton Qyni publikoi disa fakte nga Sky ECC, të cilat ishin biseda të vet Nureddin Dumanit, të cilët fliste me persona të tjerë. Duke qenë që Elton Qyno i publikoi këtë të dhëna, ndërkohë në rastin konkret Dumani kishte thënë në prokuri që trafikun e armëve e kishte bërë dikush tjetër, ndërkohë nga bisedat e Sky ECC që Elton Qyno publikoi, rezultoi që vetë Dumani kishte bërë trafikun e armëve nga Kosova. Pra e ndorri bllok në një farë mënyrë në 2 raste dëshmitarin e penduar të prokurisë së Spakut, i cili nuk e dihet me cilat manovrat e tij apo qoftë edhe me prokurorin Dibra me të tjerë, janë ngrit të shqetësuar faktin që po humbet besueshmëria dëshmitarit të tyre të mbrojtjes, se çfarë bëjmë? Të turremi apo të vazhdojmë të ndaj gazetarit që t'ja mbyllim gojën dhe t'ja marrim materialet, sepse materialet Elton Qyno nuk i kishte shpik vet. Materialet i kishte marrë po nga institucioni i prokurisë, që edhe sot e kësaj dite ata nuk janë gjendje ta marrin vesh nga rrodhën këto biseda. Dhe çfarë ndodhi që nga ai momenti e këtej? Nga momenti që u bë gjithë ky terror ndaj Elton Qynës dhe më pas dhe kolegut Artan Hoxha, çfarë kemi në media? Kemi kolegë fatkeqësisht që vetëm rrin para Spakut dhe presin kush dal, çfarë po thotë dhe çfarë po hyj dhe kush po hyj dhe çfarë thotë. Dhe presin një mesazh nga prokurorët brenda,
presin një mesazh nga zyrtarët apo personat të cilët merren me zyrën e shtypit nga Spaku, dhe në asnjë rast nuk është që kanë tentuar të gërmojnë diçka më shumë për faktin se vetë Dumani dhe në raportimet e tija të bëra qoftë në KLP apo në kuvent thoshte që gazetarët duhet marrin miratimin nga ana jonë para se të publikojmë. Domethënë një nonsens që nuk figuron dhe nuk shkruan në asnjë manual gazetaresk një gjë e tillë. E lemo të marrin detyrat e kryeredaktorit, qoftë vetë zoti Dumani apo zyra që menaxhon median atje për të dhënë miratimin për shkrime konkrete. Dhe unë mendoj që gjithë kjo luftë deri tani që është bën ndaj qynos, edhe që vazhdon derisa të asgjësohen gjithë ato materiale që i kanë marrë nga telefoni apo kompjuteri apo sendet e tjera të sekustruara, mendoj se ka qenë dhe është bërë thjesht mi mbyll gojen gazetarëve të cilët nuk shkruajnë ato se çfarë do vetëm zyra e shtypit apo çfarë do zyra e prokurorit Altin Dumani apo mesazhet që shpërndahen. Ata duan që çdo informacion që del të jetë i kontrolluar nga ata dhe mos të dalë asnjë nga persona të tjerë nga radha për të nxjerrë diçka më shumë se sa ata japin nga zyra e shtypit. Kështu që unë mendoj që është një fitore e madhe, besoj edhe një manual, një precedent i mirë fillt, qoftë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese që të bëhet edhe leksion, them drejtën, në shkollën e gazetarisë, qoftë në Universitetin e Tiranës apo në universitetet të tjera që janë në Tiranë, për shkak për të pa se cili është standardi që ata duhet të ndjekin tashmë tutje, sepse deri tani realisht nuk ka pasur. Dhe gjithë referimet, qoftë edhe unë që kam mbaruar gazetarinë në Tiranë, ne merreshim si rast precedent Watergate. Tani rasti Elton Qynës në lidhje me burimin e informacionit, të cilën gjykata ka shprehur dhe pres me padurim ta lexoj të detajuar vendimin për të thënë se çfarë të drejtash i kanë referuar, gjithmonë bazuar në konventat ndërkombëtare dhe vendimet e Strasburgut, vendimet precedente të ndryshme të gjykatave të ndryshme që kanë dhënë në Europë për çështjet e gazetarëve, për të pa dhe për të bërë një manual i mirëfillt në mënyrën se si duhet të punojnë gazetarët. Unë mendoj që ky vendim, përveç se ishte i merituar për qynën dhe i drejtë për të respektuar ligjin, është edhe një farë shuplake apo një grusht i mirë ndaj institucionit të Spakut për t'i thënë që çdo gjë nuk mund të bëhet dhe të kontrollohet nga ana juaj. Ka dhe gazetarë që duhet punojnë dhe të bëjnë detyrën siç takon. E qartë, Vezë, falenderoj. Më dëgjon? Po.